Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka prezantuar raportin vjetor të inspektimeve për vitin 2025, ku ka bërë të ditur se qeveria synon modernizimin e plotë të sistemeve të inspektimit dhe kalimin drejt një modeli të ri të bazuar në vlerësimin e riskut. Sipas këtij modeli, subjektet ekonomike do të karakterizohen sipas nivelit të rrezikut që paraqet aktiviteti i tyre. Bizneset me risk më të lartë do të nënshtrohen kontrolleve më të shpeshta, ndërsa subjektet që përsërisin shkeljet ligjore do të përballen me masa më të ashpra për fshirë gjobat dhe kallëzimet penale. Reforma vlerësuar edhe nga Banka Botërore, e cila thekson se një sistem i inspektimit funksional dhe i mirë strukturuar krijon kushte më të favorshme për investime dhe rritësigurinë ekonomike, ndërsa reduktimi i burokracisë ndikon pozitivisht në zhvillimin e biznesit. Ndërkohë, sipas disa organizatave monitoruese, gjatë vitit 2025 është regjistruar rritje e numrit të inspektimeve në Kosovë dhe kjo nuk është shoqëruar gjithmonë me përmirësimin e zbatimit të ligjit, pasi në disa raste sanksionet nuk janë konsideruar mjaftueshëm parandaluese. Qeveria e Kosovës thekson se reforma e re synon të adresojë pikërisht këto mangësi duke forcuar kontrollin, por edhe duke rritur efektivitetin e ndëshkimeve ndaj shkelësve të ligjit.